Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, doja t'ju them që pa marrë parasysh që nuk jam në studio, por unë ju kam premtuar që do t'ju sjell çdo detaj të mundshëm që ka të bëjë në fakt me Big Brother dhe me daljen e banorëve. Do të flas tash për Eglin, Anajt Konomi, ju e njihni, gazetar i njohur, por një gazetar. Ka qenë pjesë e Big Brotherit, por tash është, mund të themi, edhe në rolin e gazetarit, Ka publikuar në Instagramin e tij një fotografi teksa Egli po bëhet gati me çunin që u përfol shumë që e thëriti për kafe. Egli duket që sonte do të jetë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ka thënë që princeshën nuk e solla unë, por atë gjeta tek Gjesti, që kjo nuk kupton që Egli dhe Gjesti janë bërë të dy së bashku gati dhe po vazhdojnë me shumë sportivitet marrëdhënien e tyre, të paktën kështu të shpresojmë. Kështu e ka nxjerrë ai në Instagramin e tij. Ka shkruar me këtë thënie me këngën e Gjestit. Egli duket shumë e relaksuar, duket shumë okay, po bëhet gati për sonte dhe duket që po tërheqën shumë vëmendje.